Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Visian Ukcenaj, një nga aktorët më të dashur dhe më të duartrokitur dhe personazhet në fakt që po përflitet ditë dhe natë me vite të tëra që do të jetë pjesë e Fermës VIP, ka ngritur një pikpyetje që i ka shtuar kureshtje publikut se çfarë do të ndodh me të dhe Mateon. Çuditërisht, Visiani nuk ishte në dieni që Mateon e kishte komshin në lagje, do me thënë Visiani dhe Mateo jetonin në të njëjtën lagje. Ditën e sotme e ka nisur me një kafe, duke shijuar diellin e bukur të Tiranës dhe normalisht duke bërë edhe planet për të ardhmen. Në një video të publikuar në rrjetin social Instagram të Visianit, Visiani ka bërë një dialog të shkurtër me Mateon, duke informuar publikun se diçka mes tyre do të ndodh. Fillimisht njëherë do të sjellim videon të shohim dhe më pas se komentojmë. Ndiqni videon që ka publikuar Visiani. Që nuk e dija një detaj të rëndësishëm që unë isha komshi me një ndër personazhet më unik të këtij Big Brother. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndesim nga lagja me Mateo, legjendën. Edhe do shifemi shumë shpejt prapë. Bashkë. Yes, together. Por do jetë dhe dikush tjetër, surprise. E pra të dashur shikues, ju ndoqët videon që ka nxjerrë Visiani, do me thënë Visiani tregon që së bashku me Mateon do t'jenë diku përfshirë këtu dhe një njeri tjetër. Tani duke e ditur që pas përfundimit të Big Brotherit, banorët të këtij formati, ish banor tashmë, kanë një vëmendje të jashtëzakonshme në për emisione të ndryshme të televizionit Top Channel. Besojmë që këtë javë Mateo Bori do të regjistrojë në Portokalli, do me thënë do të ketë një rol të rëndësishëm tek Bulevardi, roli që në fakt Visiani është duke mbajtur dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm, që ndoshta për herë të parë do të jetë Mateo dhe Brikena ulur në këto kolltuqet e Bulevardit dhe intervistuar në mënyrë humoristike nga Visian Ukcenaj. Takimi mes tyre besoj që është një takim jo rastësor, por një takim i planifikuar për faktin për të bërë edhe skenarin së bashku, për të sjellë gjëra shumë të bukura, ndoshta edhe për të njohur pak më shumë për të sjellur tek publiku edhe risi të tjera, duke e ditur që Visiani ka dhe një profil tjetër, që do të thënë është edhe aktor në disa role dhe në për filma, mund të jetë që edhe Mateo mund të na surprizojë me daljet e tij publike. Por, kush është personi që Mateo thotë që do të jetë në këtë rrugtimin që ne do të bëjmë, do të thënë që presim që Mateo të ngjitet në skenën e Portokallis, është Brikena. Për herë të parë çifti do të jetë Briteo, një kombinim i kërkuar në fakt shumë nga publiku, kam patur shumë pyetje, pse Tiron Brikena dhe Mateo nuk ngjiten në skenë bashkë, pse nuk kanë intervista. Ndoshta Portokalli me Visian Ukcenaj do të jetë formati që do të bashkojë edhe një herë Brikenën dhe Mateon për të na treguar të rejat më të fundit. Siç duket, Visiani dhe Mateo janë duke bërë një super skenar.